Ke marrë ndonjë Surpriza ka. Do thot ka marrë oferta për aktrim Gjeneta. Po, ka. Gjeneta, fillimisht komplimente për lukun e ri, shumë bukur po dukesh me këto flokë të reja, ndryshimi nevojshëm apo vetëm e ke bo për ekran? Për veti mas shumë ti. Ju e dini që i kom bo edhe në bek, edhe më ka pëlqy shumë, po për veti mas shumë. E për më duke që më shkojnë shumë. Dy fjalë për filmin që kemi ardhur me pas sonte. Une kisha dish me falendru Ariolin për ftesën, edhe veç për të jë marrë dhe të shumë. Mu më ka thonë që shumë film i mirë e tash të shumë. Okej, po Besojnë Ariolin. Gjeneta si aktore, a e ka mendu si një profesion tjetër që ka me marrë, apo ke marrë ndonjë Surpriza ka. Do thot ka marrë oferta për aktrim Gjeneta. Po, ka. Okej, do t'jesh në rol kryesor, po besoj. Pa tjetër që po, se zakonisht. Okej, cilat janë projektet e reja që mujna me i pa prej Gjenetës, ndoshta në vazhdim pas paraqitjeve tua të përjafshme në Top Channel? Nuk isha dish me folë shumë herët, po unë komunale dhe shumë projekte më presin. Edhe juve për televizion, keni çka me pa? Pa tjetër, faleminderit. Faleminderit Gjeneta, knaçi. Ju dua.